Në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele të 29 marsit hyri në fuqi ora verore në Shqipëri, një praktik që zbatohet njëkohësisht në shumë vendet e Europës. Saktësisht në orën 02, akrepat e orës u zhvendosën një orë përpara, duke kaluar me njerë në 03. Ky ndryshim shënon fillimin e një periudhe me ditë më të gjata dhe më shumë dritë natyrale në orët e mbrëmjes. Ora verore konsiderohet e dobishme për disa arsye praktike. Ajo ndikon pozitivisht në organizimin e aktiviteteve të përditshme, pasi njerëzit përfitojnë më shumë orë dritë pas përfundimit të punës apo shkollës. Pashtu ky sistem lidhet edhe me kursimin e energjisë elektrike, pasi nevoja për ndriçim artificial në mbrëmje zvoglohet ndjeshëm. Megjithatë, ndryshimi i orës nuk kalon pa efekte anësore për disa individ. Ekspertët këshillojnë që në ditët e para, pas këtij tranzicioni, qytetarët të tregojnë kujdes, pasi organizimi ka nevojë për kohë për të përshtatur me ritmin e ri. Disa persona mund të përjetojnë lodhje, përgjumje, gjatë ditës apo çrregullime të lehta të gjumit. Për të lehtësuar këtë proces, rekomandohet një regjim i rregull gjumi dhe shmangja e stresit apo lodhjes së tepërt në ditët e para. Ora verore do të qëndrojë në fuqi deri në fund të muajit tetor, kur akrepat e orës do të kthehen sërish një orë pas, duke rikthyer orën standarde. Ky cikël i përsëritur çdo vit vazhdon të mbetet një pjesë e rëndësishme e organizimit të kohës në shumë vende të botës.